a është që ky format, që ky sistem shkollor i duhur dhe i nevojshëm për fëmijët tonë. Sepse kur e sheti debatet ose diskutimet, më thonë, është më mirë në televizor, kreta janë zakonisht qysh me e formsue me përmirësu kishte sistemin shkollor, po asnjëri nuk e kundërshton në bërtham a është që ky format, që ky sistem shkollor i duhur dhe i nevojshëm për fëmijët tonë. Në botën perëndimore është më ndryshe. Për shumë arsye, një për arsye është zhvillimi i dijes në forma paralele, domethënë nuk ka një kanal të vetëm zyrtar që veç aty çka do të qoftë që boron për asaj është e aprovuar, sikur që ka mujt me qenë në një shtet komunist të temi. Edhe njerëz janë critical thinking është në një nivel tjetër mendoj ani, domethënë te na ndoshta edhe aspekti ekonomik e bën vetën po ashtu, se ti e bën lidhjen e domosdoshme që duhet shkolla për më kon puna, në një farë mënyrë. Kështu që pasoja ekonomike që mund me të ashti frikën se ki me pas një jetë goxha ma të vështirë nëse je pa shkollë, po është hamallit të dërkujna që të nëdin. I bon njerës me konë shumë pro shkollë të na, e jashtë kanë një farloj guximi të navigimit e të manovrave, adin pak ma relaksume, ma revolucionistikisht me thonë. Më në kjo kështë më konë arsye kryesore.